ideja reale për të krijuar sipërmarrje dhe për të krijuar të ardhura pa diskutim më të larta se sa ato që mund të krijohen duke punuar për tjerët jashtë vendit. Procesi është bërë i thjeshtë, është bërë i aksesueshëm, investimi mund të nisë pa titullin përfundimtar të pronësisë. Për këtë është krijuar paketa e maleve për të adresuar edhe një problematikë të bartur nga vitet në territore të mrekullueshme ku pronarët legjitim nuk gëzojnë titullin e pronësisë sepse nuk e kanë pranuar ligjin 7501 dhe ndërkohë nuk kanë konflikte mes tyre. Dhe përmes investimit ata do të mund të sigurohen se në fund procesit ku do të kenë edhe lehtësira domethënëse fiskale, për shembull 500 parët që do të marrin lejen për të filluar punën, do të përjashtohen për 10 vjet nga taksat, ata do të kenë edhe titullin e pronësisë. Kështu që për gjithë ata që më dëgjojnë dhe që janë të interesuar apo janë të dyzuar apo janë dyshues, provoni paketën e maleve. Provoni paketën e maleve dhe është pak po e sigurt që në rast se do të hapni derën e shtëpisë së vjetër të gjyshit dhe do të rindizni oxhakun në atë shtëpi apo do të krijoni një fermë të vogël, një pikë agro përpunimi diku në një tokë që është larg territoreve të qyteteve, koha do të më jap të drejtë, do të na jap të drejtë dhe ju do të jeni të lumtur me atë hap që hidhni sot, sepse investimi do t'ju kthehet në mbarësi dhe në mirësi për familjet tuaja, por në të njëjtën kohë do të jetë edhe një kontribut për Shqipërinë. Pas paketës male vjen edhe një program i ri i qeverisë Shqipërisë së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë, i cili së shpejti do të firmoset për të nisur rrugtimin e tij dhe për të pritur në këtë rrugtim të gjithë ata të cilët duan të dyfishojnë ndërmarrjen e tyre. Një program i fuqishëm kreditimi me interesa më të arsyeshme se sa ato komerciale të bankave të nivelit dytë dhe me garanti nga qeveria e Shqipërisë, po bëhet më në fund gati për t'i shërbyer të gjithë atyre shqiptarëve dhe shqiptareve që me kurajo, me vullnet, por edhe me largpamësi kanë zgjedhur të hapin rrugën përmes sipërmarrjes. Kanë zgjedhur të krijojnë një biznes të vogël i cili tani më është gati të rritet, por ka nevojë për mbështetjen financiare që përndryshe ata nuk mund ta sigurojnë dot. Kjo është një rrugë e re dhe së shpejti të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme, të gjithë ata që kanë një pikë prodhimi që duan ta dyfishojnë dhe ta rrisin, të gjithë ata që kanë një startup dhe që duan ta transformojnë në një ndërmarrje prodhuese fitimprurse, do të kenë të hapur derën e programit Dyfisho ndërmarrjen tënde. Në fokus të kësaj jave ka qenë ajo që do të jetë në fokus të gjitha javëve më pas në një mënyrë një tjetër, siguria ushqimore dhe parafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalëm në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të
nën produkteve ushqimore. Që do thot që nga gjëja e gjallë deri tek produktet e paketuara. Një proces që shpesh keq kuptohet si një listë detyrash që duhen përmbushur për të tjerë, ndërkohë që në thelb është diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht vetëm me shëndetin e shqiptarëve këtu në Shqipëri, e konsumatorëve këtu në Shqipëri, por edhe me misionin tonë përbashkëkombëtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Nuk është një çështje rregullash në letër, është një çështje e ndërtimit bashkarisht të një sistemi funksional, prodhimi, kontrolli, cilësia dhe besimi në çdo hall. Në këtë fazë Shqipëria nuk bën vetëm harmonizimin ligjor me Bashkimin Evropian, por edhe duhet siguroj zbatimin konkret të ligjeve në realitetin e përditshëm. E prandaj ne po ndërveprojmë dhe do të ndërveprojmë gjithmonë më aktivisht me sipërmarrësit dhe sipërmarrjet në bujqësi, sipërmarrësit dhe sipërmarrjet që kanë të bëjnë me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre, sipërmarrësit dhe sipërmarrëset që kanë të bëjnë me gjithçka që sot del nga toka e Shqipërisë fal punës dhe duarve të tyre të arta. Sot kam një tjetër të ftuar shumë speciale, e cila është një nga shqiponja dhe arta të diasporës shqiptare edhe zyrtarisht, sepse u vlerësua me shqiponjën e artë në samitin e fundit të diasporës, por përtej këtij fakti është një ndër ato figura përfaqësuese të diasporës shqiptare që ka bërë emër dhe ka zë në jetën publike jashtë vendit dhe përkatësisht në Shtetet e Bashkuara. Është Edith Shkreli, e para gjykatëse shqiptare në gjykatat e Shtetit e Bashkuara, por edhe e para gjykatëse grua në Amerikë apo New York? Jam e para gjykatëse shqiptare në qytetin e New Yorkut. Okay. Dhe e para femër shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Okay. Se kena një djalë shqiptar. Është një djalë shqiptare, pra. Se në fjalën që kishe pak emocion në summit e para femër gjykatëse në Shtetet e Bashkuara, unë thash si përkthehet kjo. Por je e para gjykatëse shqiptare në New York. Po djali ku është? Emin Toro është në Washington. Okay, so janë dy gjykatës shqiptare domethënë në sistemin e drejtësisë të Shtetit e Bashkuara. Unë kisha kohë që kisha dëshirë të kisha këtu në këtë podcast, por nuk e kisha me sa duket përmbush kriteret e besimit për të pranuar ftesën time dhe të falenderoj shumë që më në fund të pranova ftesën, të cilin ta kam bërë edhe kur kemi qenë në New York dhe kam pas fatin të takoj. Ndërkohë, duhet ta filloj me rrugtimin tënd në nisje, sepse e dëgjova në fjalën drejtuar të pranishmëve në summit që e keni lënë Shqipërinë familjarisht në 97 dhe me vizitën e fundit në Shqipëri. Pra, si është në atë galerinë e imazheve të kujtesës tënde, raporti yt me ato imazhe dramatike dhe pastaj me imazhet vizit pas vizite në Shqipëri. Atëherë kur ne u largume në mas razirave të vitit 1997, ishte për prindit e mi të më thanë ninën si detyrim për të largu, sepse jeta ishte në rrezik për gjithë që ishin në Shqipëri dhe
Nuk shifnin të ardhme, domethënë për mua në Shqipëri.